Përshëndetje nga edicioni informative dhe këtë të shtunë, do të ndajmë zhvillimet gjërësirë së bashku, do të njihemi me zhvillimet e aktualitetit, ku në kremtim të besimtarve katolik në mbar vendin të cilët kremtojnë Pashkët, festa që simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit dhe triumfin e jetës mbi vdekjen. Famultari i Kishës Katolike të Vlorës, Padre Sanhill, shpjegon se Pashkët janë një moment i rëndësishëm për besimtarët. Besimtarët katolik kremtojnë festën e Pashkëve. Në Kishën Katolike të Vlorës e diela e Pashkëve kulmon me meshën e shenjtë, e cila zhvillohet gjatë paraditjes me praninë e besimtarëve të shumtë. Kjo festë përfaqëson ringjalljen e Jezu Krishtit, një nga momentet më të rëndësishme të besimit të krishter. Famultari i Kishës Katolike, Padre Sanhill, shpjegon se Pashkët janë një moment shumë i rëndësishëm për besimtarët, pasi simbolizojnë rikthimin e Jezu Krishtit në jetë dhe japin një mesazh të fortë shprehse, besimi dhe ripërtëritje shpirtërore. Ju dini që ne festojmë një festë e madhe në fe katolike dhe ortodokse pak më vonë do festohet, por për ne katolike është në përgatitje për të ftuar të pranuar Jezusin prapë si korpi e gjaku, si ishte Jezusi, si jetuar në botë, edhe vdekur prandaj kthehet për ne, për dashurin tënde, më do themi. Ai vjen për ne edhe sot kemi mesha vigjiljes që tregon ne jemi gati për të pranuar Jezusin si korpi edhe gjaku i tij si ishte. Edhe është edhe një fe veçantë për gjithë krishterë, sepse edhe sot në Kisha Katolike bëhet pagëzimi. Ne bëjmë antar i Kishës Katolike, gjithë famulli në Kishë bëhet pagëzim sot, dita e në brëmje, gjatë mesha vigjiljes. Edhe është një kujtim shumë veçantë, sepse edhe pardje kemi kremtuar mundimet e Jezusit, kur Jezusi kryqëzuar në kryq, vdekur për ne, mëkatarët, jemi mëkatarë, ka vdekur për ne edhe ringjallur, sepse unë besoj Jezusi do shumë, na do shumë edhe nuk mund të qëndron në qiell, prandaj ka ardhur prapë për ne, edhe për të dhënë jetën e re, edhe shpresa, veçanërisht shpresa, sepse sot bota nevojë shpresa e mirë për të jetuar edhe për të besuar në Zotin edhe për të drejtuar jetën tonë gjatë rrugës si Jezusi ka mësuar. Prandaj Pashka është një kujtim veçantë edhe një ftesë veçantë për ne që Zoti vjen edhe ringjallur për ne. Mesha e shenjtë zhvillohet si çdo vit në të dielën e Pashkëve, ndërsa Padre Sanhill përcjell dhe mesazhin e kësaj feste. Zoti i do të gjithë njerëzit dhe kërkon dashuri, paqe dhe mirëkuptim mes tyre. Sigurisht është shumë diela e Pashkës, është festa e famshme gjithë bota. Edhe unë do të uroj gjithë besimtarëve, veçanërisht katolike edhe ortodokse që vjen do me të pas një javë kremtojnë, vetëm një mesazh mund të lajmëroj që Zoti na do shumë edhe na shpëton, edhe gjithmonë kërkojnë një mundësi për të bashkëpunim me njëri tjetrin, sepse ka ardhur jo vetëm për katolikë, për gjithë njerëzit, ka ardhur për bota që ne jetojmë, njerëzit jetojmë me paqe, edhe për të besuar se ne nuk jemi vetëm në botë. Jezusi, Zoti është gjithmonë me ne. Besimtarët katolik në mbar vendin kremtojnë kështu Pashkët, festën që simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit dhe triumfin e jetës mbi vdekjen. Do të vijojmë me tjera zhvillime. Vazhdimi i shëtitores lungomare në plazhin e vjetër është një projekt ende në ndërtim e sipër. Rehabilitimi i plazhit të vjetër sipas banorëve do të ketë impakt drejt për drejt edhe në sektorin e turizmit në qytet. Por ka dhe të tjerë skeptik, të cilët e shohin projektin ndryshe. E për këtë pjesë të qytetarëve, ritmet e punës lëm për të dëshiruar. Vazhdimi i shëtitores lungomare në plazhin e vjetër është një projekt ende në ndërtim e sipër. Në zonën e plazhit ka marrë formë ndërtimi i trases për betoni se ku do të ndërtohet kjo shëtitore. Për banorët e plazhit të vjetër dhe frekuentuesit e kësaj zone, ky projekt është tepër i nevojshëm në një zonë e cila nuk ka njohur asnjëherë zhvillim. Rehabilitimi i plazhit të vjetër sipas banorëve do të ketë impakt drejt për drejt edhe në sektorin e turizmit në qytet. Nuk e di. E shikojmë që po punojnë, po. Po sjellni zhvillim në këtë zonë? Po patjetër zhvillimi është për si me ngadalë punohet. Si ju duke ritme të ngadalë? Shumë të ngadalë ta. Vajtë ka shkohë, kur
Nuk është një vend që dalë rëse. Ndërkohë, ka kjo zonë nevojë për zhvillim pra për tilla projekte? Patjetër. Po, ç'mund të them, po mirë bëhet, po as në avashë. Po i avashë nuk e di pse kështu, duhet kishte mbaruar tani që shoh për shkakun që do vinë njerëz. A do të sjellë zhvillim në zonën e plazhit të Po patjetër do sjell, patjetër do sjell. Është një zonë e cila ka nevojë vletemi për projekte për rehabilitim? Po patjetër, edhe një terezi tjetër për shembull ambientet do pastrohen, se këtu është i gërmar, shkasi. Barisht e gjëra kështu. Po tani kështu është, po kush e di si kanë nga fondet që vijnë nga lart. Po shumë ngadalë po shumë. Me ritmet shumë ngadalta. Do të sjellë zhvillim këtu? Po kush e di sa ashtu. Po mirë, që jemi shumë. Plazhi i vjetër është një zonë që ka nevojë për tilla projekte? Po, si s'ka. Ka edhe të shduken gjithë këto karakatina dhe i vjetra këtu, skandal që shkon. Por ka edhe nga ata të cilët këtë projekte shohin ndryshe. Për këtë pjesë të qytetarëve, ritmet e punës lën për të dëshiruar. Kjo pjesë e qytetarëve të Vlorës mendojnë se qyteti duhet të ketë edhe plazhe të paprekura nga projektet që në përbërjet e tyre kanë vetëm betonin. Po lere jepi gason vjen keq pa asnjë lloj kuptimi, unë se marr vesh kush e shfryzon lungomaren. Këtu, të paktën ne këte, kush e shfryzon lungomaren? Për çfarë arsye? Kot kurioz. Nuk mendon se duhet një shëndetore që të ecë? Për çfarë? Po pse si do të kështu? Ai bën lungomaren, le të bëj çfarë do. Për mendimin tim tani ka mendime ndryshme, mund të marrësh 2 veta aty dhe s'janë në një mendje. Po për mua absolute, ky është lagje shkëlqyer, sistemoj çik në kuptimin që hoqë ato rehabilito ato mbeturinat kallëma ç'a ishte, sistemoj dhe ulam, ju na hajde këtu. Ndërkohë ritmet e punës? Po ritmet e punës, ai ka filluar ka gati viti 2 ky më duket mua. Avash më nge, ja sa të kalben këto kamionat, ç'a janë këto, janë në rregull pastaj. Do mbaroj ndonjë? Qa do marrë? Absolutisht, po lere, ku do marrë, qa do prisha, se kuptoj, unë nuk e di, unë jam ndërtues vetë, tek një ndërtimi vada 171 që ka marrua, 171, vada 74 vjeç, po nuk e di, unë nuk mund të kuptoj. Prish molin e bëri 4 orë, ishin 50-100 kamione anin vlonjatët. Prish këtë, prish atë, ik bëj ndërtimet po të shikosh bosh pallate, se njës nuk ka. Bosh pallate, se kuptoj, me gjitha të, aje ka rregull ka, dhe që ka një dhe arne, thye kur të dojë ai. Projekti Lungomares në plazhin e vjetër është një ndër projektet më të rëndësishme që po zhvillohet në qytet, por ajo çka vlen të theksohet është fakti se duke marrë në konsiderat nisjen e punimeve në janar të vitit 2025, me afat realizimin 12 muaj, ky projekt tashmë duhet të kishte përfunduar, por në terren në fakt është realizuar vetëm 30% e tij. Regina Construction me një zyrë të re shitjesh pikërisht në pedonalen prestigjioze të Prishtinës ofron informacion të detajuar dhe shërbim të personalizuar për të gjithë të interesuarit që kërkojnë të investojnë në jug të Shqipërisë. Po përse dhe cila është arsyeja e hapjes së kësaj zyre, detajon për Blu Televizion dhe të gjithë ju shikues të Blu Televizionit, presidenti Vasil Bedinaj, në këtë speciali që do ta ndajmë së bashku. Në pedonalen kryesore të Prishtinës, fare pranë Filharmonia e Kosovës, aty ku kanë prezencën kompanitë më të mëdha dhe prestigjioze që operojnë në Kosovë, Regina Construction hapi një zyrë të re shitjesh në një ambient komod dhe të arreduar me shije, klientëve dhe të gjithë të interesuarve apo kuriozve që synojnë të investojnë në prona në jug, ofrohet informacioni detajuar dhe shërbimi personalizuar. Por cila ishte arsyeja e hapjes së kësaj zyre? Ja çfarë deklaron presidenti Regina Group, Vasil Bedinaj për Blu Televizion. Në vitet e fundit ka qenë një interesim i jashtëzakonshëm i qytetarëve të Kosovës, të cilët janë bërë resident në Vlorë. Numri i tyre ka qenë goxha i lartë dhe për këtë arsye ne po zgjerohemi jo vetëm në Prishtinë, por kemi dhe zyriun në muajt e ardhshëm. Kjo për të ardhur pranë të gjithë atyre që mendojnë apo kanë dëshirë të blejnë shtëpinë e tyre të dytë në Vlorë, duke qenë se Vlora tashmë është një qytet vërtet turistik, po vinë jo vetëm bashkëqytetarët tanë të Kosovës, po edhe nga gjithë Europa që po blejnë. Dhe Regina Group përveç se projekteve që ka aktualisht në dorë, ka dhe shumë projekte të tjera në Vlorë, Adhim, Palas, Dërmi. Ishte diçka që e kërkonin dhe klientët që kemi, që kanë blerë tashmë, po edhe klientë të rinjt, të cilët duhet të shpalosin të marrë informacione dur tek kjo zyrë. Ajo që ne ofrojmë është që u kemi afruar, kemi mbaruar totalisht të ndërtuarit dhe të dorëzuari kompleksin e parë Elite Resort që është në Radhim. Kemi
mbaruar dhe dorëzuar Palm Resorti është përsëri në Radhim, jemi te Twini, jemi te Ringu, jemi te Altera në Vlorë, jemi te Joniani në Palas, jemi te Regina Palas prap në Palas. Pra, përveç se shumë strukturave residenciale dhe hoteliere që ne po ndërtojmë, ju kemi krijuar lehtësirat nga më të ndryshme qoftë edhe nga ana financiare. Jemi nga kompanitë të cilët për ata që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë, që nuk kanë një hipotekë, siç e quajmë kolateral në gjuhën e bankave, ne si kompani u ofrojmë kolateralin, pra garancinë hipotekore. Një qytetar i Kosovës apo i Austrisë apo i Zvicrës apo i Italisë, qoftë ai shqiptar apo i huaj, nuk ka nevojë që të ketë hipotek apo kolateral për të lënë garancinë në bankat shqiptare, por ne kemi firmosur në bankën tonë, jemi ne garancia dhe hipoteka si kompani, derisa të përfundoj objekti, del certifikata dhe pastaj futet certifikata si garanci dhe dalim ne si garantor. Pra e vetmja gjë që ju duhet të gjithë atyre që zgjedhin Vlorën, Radhimën, Palasën është të kenë një punë, të kenë të ardhurat mjaftueshme për të likuiduar kredin dhe të gjitha procedurat e tjera e bën banka që ne bashkëpunojmë. Gjatë inaugurimit, ambientet e Regina Construction u vizituan nga klient, miq dhe dashamirës, por edhe nga të interesuar dhe blerës potencial. Një pjesë e tyre, tashmë klient të kompanisë, shfaqën interes për ofertat më të reja, si në Gjirin e Vlorës, në Orikum e Radhim, po ashtu edhe në Dhërmi dhe Palas. Enea Bedini u prezantoi të pranishmëve në mënyrë të detajuar projektet, duke ofruar informacion mbi arkitekturën, projektimin, kantierët, afatet kohore, vendndodhjet si dhe mbi projektet madhore infrastrukturore në zonë, si nga qeveria shqiptare ashtu edhe nga investitor privat. Patë mundësinë të flasim edhe me disa prej të pranishmëve për të parë mendimet e tyre, si mbi eksperiencat e mëparshme me Regina Construction, ashtu edhe për të kuptuar interesin dhe perceptimin e tyre mbi projektet e reja të prezantuara. Unë përshëndes shefin Sotni Vasilin, është një njeri korrekt, një punë kryesi shkëlqyshëm, një bashkëpunëtor shumë i mirë, çdo kërkesë që e kem pas faktikisht e ka realizuar me sukses, i dëshiroj atij dhe kompanisë time, gjithë familjen. Shëndet mas pari dhe suksese, së është shembull edhe për Rivierën e Vlorës edhe që udhëheq edhe turizmin. Vasili me familje ka një kohë që i ka jap kuptim turizmit modern në Vlorë, jo që s'ka pas, mirë po krejt jetën e tyre dhe familjare, me bashorte, me familje, ja ka përkushtu qytetit vetë lindjes Vlorës. Hapi sodomi hapjes të kësaj zyre, të kësaj oferte që është një ofertë, kisha me thonë bukur e mirë, është një hapi domosdoshëm i nevojshëm, mirë po edhe me shumë benefit për qytetarët e Kosovës, gjithandej të cilët mendoj se e ka një zgjidhje të mirë. Po sigurisht që është një ngjarje jashtëzakonisht e veçantë. Mbi gjitha është një rritur shumë e madhe e regjisë në Prishtinë, do të jetë afër qytetarëve të Kosovës. Gjithashtu janë mira qytetarë të Kosovës të cilët ndër vite tashmë përmes Shark Travel janë klientë të Regina Group dhe falë këtij bashkëpunimi Regina po zgjerohet. Urojmë që jo vetëm zyre, po të fillojë edhe ndërtimin, po të na sjellë ndonjë hotel të mirë në Prishtinë apo në Brezovica apo në Provall, pse jo, që të japim kuptim bashkimit tonë kombëtar në aspektin turistik. Ne jemi në turizëm që një kohë gjatë bashkë dhe ky sukses është falë bashkëpunimit që ka bërë me Kosovë dhe ky bashkëpunim tash po jep frytet e veta, pra si rezultati i punës mirë dhe pritjes mirë, po zgjerohet Regina dhe tashmë Regina ka dhe klientët e vet, cilët kanë blerë pronat e tyre në detin jonë përballë detit, kështu që është e jashtëzakonshme kjo arritur. Na kemi punë të Regina Palm, investimi është shumë i qëlluar dhe jemi shumë të lumtur. S'pari si kemi njoftu familjen Bedina dhe Vasilin personalisht, e pastaj edhe me apartamentin që kemi në Radhim, jemi shumë të kënaqur dhe të lumtur edhe. Besim Nezaj, kam lindur në Kosovë, nga Skivjani Gjakovës, e jetoj në Vjenë. Vasilin kam luftu në 2023, do të thotë Regina Construction, edhe kam blej një hymje, që është në përfundim e sipër tani
të Twinsi, Regina Twins. Për ndryshe një punën e Reginës, një kam qenë edhe mysafir përpara në Regina Blue, kam banu me familje. Është kvaliteti i përgjithshëm i shërbimit, edhe në aspektin e turizmit, kështu hotelerisë, edhe tash në punën e konstrukteve që bëhen sa i përket hymjes tani që i thoni ju në Vlorë, banesës. Jam shumë i kënaqur. Unë jam Florenti, jam nga Prishtina, kam marrë një objekt në Regina Group në Vlorë, jam shumë i kënaqur me punën, me angazhimin që është duke bërë dhe uroj suksese edhe për zyrën në Prishtinë, edhe për vazhdimsitë e biznesit. Pas inaugurimit të zyrës, pjesëmarrësit u ftuan në një pritje të veçantë në Swiss Diamond Hotel Prishtina, një strukturë elitare me 5 yje në qendër të Prishtinës. Në këtë pritje morën pjesë klient aktual, klient potencial, bashkëpunëtor, kolegë si dhe miqë e dashamirës të turizmit shqiptar. Atmosfera festive u shoqërua me muzikë të lehtë shqiptare, ndërsa her pas here u ndërthur me prezantime dhe fjalime të shkurtra. Klientëve dhe të interesuarve për të bler apartamente apo vila, si dhe për të investuar në projektet e Regina Construction, do të shërbej një ekip i dedikuar prej 3 profesionistësh i drejtuar nga Azem Bujupi, gazetari i njohur dhe drejtuesi i radio-televizionit të Kosovës, i cili tashmë është angazhuar edhe në sektorin e pasurive të paluajtshme. Në këtë ekip bëjmë pjesë gjithashtu Suela Canolli, koordinatore, dhe Arsim Kollari, përgjegjës për marketingun. Zyra ndodhet në pedonalen kryesore të Prishtinës, në rrugën Qamil Hoxha pranë Filharmonisë së Kosovës. Një ngjarje me humbje jete ditën e djeshme, një grindje për motive të dobta ka përfunduar tragjikisht me humbjen e jetës së 63 vjeçarit. Ngjarja e regjistruar në lagjen Pavarësia, ku në konflikt janë përfshirë disa persona dhe lidhet me një konflikt të nisur disa ditë më parë mes djalit të viktimës, i cili gjithashtu ka mbetur i plagosur lehtë dhe autori të dyshuar ka patur këtë fund tragjik. Një grindje dyshuar momentale dhe për motive të dobta ka sjellë si pasojë humbjen e jetës së një 63 vjeçari. Ngjarja është regjistruar rreth orës 15 të së premtes në lagjen Pavarësia të qytetit të Vlorës në rrugën Gjergj Gjaraniti. Dyshohet se disa persona janë përfshirë në një konflikt me njëri tjetrin, ndërsa 2 prej tyre kanë përfunduar në spital, teksa një 63 vjeçar ka humbur edhe jetën. Sipas informacioneve zyrtare të policisë së Vlorës, tashmë edhe autorët janë identifikuar, ndërsa janë 2 të tillë të cilët janë shpallur në kërkim nga uniformat blu të drejtorisë së policisë së qarkut Vlorë. Një grindje e dyshuar momentale ka përfunduar tragjikisht me humbjen e jetës së një 63 vjeçari në Vlorë. Ngjarja është regjistruar rreth orës 15 të ditës së premte në lagjen Pavarësia, ku në konflikt janë përfshirë disa persona. Si pasojë e përplasjes, 2 persona babë e bir kanë mbetur të dëmtuar dhe janë dërguar në Spitalin Rajonal të Vlorës. 63 vjeçari, identifikuar si Ismail Aliaj, nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të rënda dhe dëmtimeve në kokë, duke ndërruar jetë në spital. Sipas burimeve nga policia e Vlorës, ngjarja lidhet me një konflikt të nisur disa ditë më parë mes djalit të viktimës, i cili gjithashtu mbeti i plagosur lehtë, dhe autorit të dyshuar. Ditën e ngjarjes, babë e bir kanë shkuar në rrugën Gjergj Gjaraniti për të sqaruar konfliktin me personin në fjalë. Në momentin e përballjes, autori ndodhi në makinë me familjen e tij, pasi sapo kishte marrë djalin nga spitali. Fillimisht palët kanë debatuar me fjalë, por situata ka degraduar në fyerje dhe më pas në përplasje fizike. Në konflikt janë përfshirë edhe 2 persona të tjerë të njohur të autorit. Gjatë sherrit, 63 vjeçari është goditur disa herë me grushta dhe shkelma. Si pasojë e goditjeve, ai është rrëzuar në tokë dhe më pas ka ndërruar jetë. Burimet bëjnë dije se viktima kishte edhe probleme me zemrën dhe ishte operuar me herët, çka mund të kenë ndikuar në pasojat fatale. Pas ngjarjes, autori i dyshuar së bashku me 2 personat e tjerë janë larguar nga vendi i ngjarjes me makinë dhe janë shpallur në kërkim nga policia. Ndërkohë djali i viktimës, i cili mbeti i plagosur gjatë konfliktit, mori ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Mësohet gjithashtu se rreth një muaj më parë viktimës ishte djegur automjeti, por sipas policisë, kjo ngjarje nuk ka lidhje me konfliktin, që çoi në humbjen e jetës së 63 vjeçarit. Të ndikuar nga hyrja në fuqi dhe vendimet e marra nga Bordi i Transparencës, rritja e çmimit të karburantit, qytetarët e Vlorës padyshim që reagojnë duke theksuar se rritja e çmimit i karburantit ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e produkteve të shportës, duke shkatruar ekonominë e tyre familjare. Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimin e karburanteve. Mbledhur pas ditëve të premtes, Bordi i Transparencës ka vendosur të rrisë me 6 lek
çmimin e karburanteve nga 218 lekë për litër që shitej në pikat e tregtimit me pakicë, 1 litër naftë tashmë kushton 224 lekë për litër. Vetëm të paketën parë, Bordi i Transparencës vendosi që çmimi i karburanteve do të ishte në unison në të gjitha pikat e karburanteve. E megjithatë, për rreth një javë, ky çmim ka pësuar një rritje të konsiderueshme nga 6 deri në 15 lekë për litër. Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve në vend duke sjellë një tjetër rritje për konsumatorët. Në mbledhjen e zhvilluar pas ditën e së premtes, u vendos që çmimi i karburanteve të rritet me 6 lekë për litër. Vetëm pak ditë më parë, çmimi i naftës varionte rreth 218 lekë për litër, ndërsa benzina shitej me rreth 181 lekë për litër. Me vendimin e ri, nafta ka arritur në 224 lekë për litër, një nivel i vendosur që prej pasdites të së premtes dhe që ka hyrë menjëherë në fuqi. Rritja e çmimeve ka nisur të reflektojë në të gjitha pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve, përfshirë edhe qytetin e Vlorës, ku qytetarët kanë ndjerë menjëherë ndikimin në kostot e përditshme. Kjo lëvizje e fundit e çmimeve vjen në një kohë kur tregu i karburanteve ka shfaqur luhatje të vazhdueshme. Në fakt, në një periudhë shumë të shkurtër kohore, karburantet kanë pësuar një rritje të ndjeshme që varion nga 6 deri në 15 lekë për litër, si rezultat i dy mbledhjeve të fundit të Bordit të Transparencës. Këto ndryshime të shpeshta po ndikojnë drejt për drejt jo vetëm te drejtuesit e mjeteve, por edhe në koston e transportit dhe çmimet e produkteve të tjera në treg. Ekspertët vlerësojnë se çdo rritje e çmimit të karburanteve ka efekt zinxhir në ekonomi, duke rritur kostot për bizneset dhe duke u reflektuar më pas edhe tek konsumatori final. Ndërkohë, mbetet për të parë nëse në ditën në vijim do të ketë stabilizim të çmimeve apo luhatje të tjera në tregun e hidrokarbureve. Do të ndalemi te politika ku presidenti i Republikës Bajram Begaj uroi sot NATO në 77 vjetorin e krijimit të saj me anë të postimit në rrjetet sociale. Një aleancë ndërtuar mbi besimin dhe solidaritetin për garantimin e lirisë, sigurisë dhe mbrojtjen e përbashkët përshëndet këtë moment historik Begaj. Presidenti i Republikës Bajram Begaj uroi sot NATO në 77 vjetorin e krijimit të saj me anë të një postimi në rrjetet sociale. Presidenti Begaj përshëndet këtë moment historik dhe riafirmon angazhimin e Shqipërisë për të qëndruar partneri pa lëkundur i NATO-s në shërbim të stabilitetit dhe sigurisë së përbashkët. Prej 77 vitesh, NATO është një nga arritjet më të rëndësishme të bashkëpunimit ndërkombëtar, një aleancë ndërtuar mbi besimin dhe solidaritetin për garantimin e lirisë, sigurisë dhe mbrojtjen e përbashkët. NATO vazhdon të jetë simboli i unitetit dhe përgjegjësisë kolektive, duke mbrojtur vlerat demokratike dhe forcuar sigurinë euroatlantike. Prej 17 vitesh, Shqipëria qëndron krenarisht si një antare e denj në këtë familje, duke kontribuar për paqen, sigurinë dhe mbrojtjen kolektive. Rritja e buxhetit të mbrojtjes, si dhe kontributi aktiv në misione e operacione të NATO-s, janë dëshmi e përkushtimit ton të palëkundur ndaj vlerave të përbashkëta, shkruan Begaj. Në Universitetin e Qerem Çabej është zhvilluar forumi i hapur Gjykate e Drejtësisë së Bashkimit Evropian, arkitekte e rendit juridik evropian dhe mbrojtëse e qytetarit. Forumi i bëri bashkë përfaqësues të botës akademike dhe sistemit të drejtësisë. Në Universitetin e Qerem Çabej u zhvillua një forum i hapur me temë Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian, arkitekte e rendit juridik evropian dhe mbrojtjes së qytetarit. Aktiviteti u organizua në kuadër të modulit Erasmus Plus Jean Monnet dhe synon të forcoj qeverisjen përmes edukimit mbi Bashkimin Evropian. Forumi bëri bashkë përfaqësues të akademisë dhe sistemit të drejtësisë. Në panel morën pjesë zëvendës rektoria profesoresh Merita Isaraj, kryetaria e gjykatës së juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, magjistrate Entela Selmanaj, gjyqtarja magjistrate Nertila Përallaj, Sonila Meka, drejtori komanduar i drejtorisë së koordinimit, promovimit të trajnimeve dhe analizës, si edhe drejtuesi i projektit, doktor Arjan Gjini. Diskutimet u përqendruan në rolin e gjykatës së drejtës së Bashkimit Evropian në garantimin e interpretimit të njëjtë të ligjeve në vendet anëtare, si dhe në parime themelore si efekti direkt dhe supremacia e së drejtës së BE-s. Në këtë kuadër u theksua rëndësia e dialogut gjyqësor dhe roli i gjyqtarëve kombëtar në zbatimin e së drejtës evropiane, veçanërisht për Shqipërinë si vend kandidat në procesin e integrimit. Forumi u ndoq me interes nga student, pedagog dhe përfaqësues të institucioneve, duke krijuar një hapësirë të hapur diskutimi mbi drejtësinë dhe vlerat europiane.
Do të shkojmë në Kosovë. Presidentes e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmanit, i përfundon sot mandati saj duke ja dorëzuar këtë detyrë kryetares së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu. Osmani u zgjodh pas raundit të tretë të votimit, ku votuan 82 deputet. Vjosa Osmani përfundon mandatin dhe i dorëzon sot detyrën kryeparlamentares Haxhiu. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate për media nga zyra e presidentes. Sipas njoftimit, ceremonia e dorëzim pranimit të detyrës do të mbahet në kabinetin e presidentes. Presidentja aktuale e Kosovës, Vjosa Osmani, pritet që sot në orën 16 t'ia dorëzojë zyrtarisht detyrën kryeparlamentares Albulena Haxhiu. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate për media nga zyra e presidentes. Sipas njoftimit, ceremonia e dorëzim pranimit të detyrës do të mbahet në kabinetin e presidentes. Osmani, e cila mori detyrën 5 vite më parë me përkrahjen e lëvizjes vetvendosje, nuk arriti të sigurojë një mandat të dytë, ndonëse kishte shprehur publikisht dëshirën për ta vazhduar atë. Vendet europiane kanë rezerva karburanti për aviacionin që i mjaftojnë deri në 8 muaj, e megjithatë, disa qeveri nuk e përjashtojnë mundësinë e vendosjes së masave të racionimit në një skenar ekstrem. Vendet europiane kanë rezerva karburanti për aviacionin që i mjafton 3 deri në 8 muaj, megjithatë disa qeveri nuk e përjashtojnë mundësinë e vendosjes së masave të racionimit në një skenar ekstrem, i cilësuar si i largët, me ulje të fluturimeve që mund të nisë që në muajt maj-qershor, ndoshta duke filluar fillimisht me fluturimet e avionëve privat, përpara se të preken linjat e rregullta. Kjo del nga vlerësimet paraprake të brendshme që i qarkullojnë mes disa autoriteteve të aviacionit civil në kontinentin e vjetër, sipas asaj që mësohet nga burimet e Bashkimit Evropian. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit pas shpërthimit të luftës mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit nga njëra anë dhe Iranit nga ana tjetër, ka reduktuar pothuajse zero numrin e anijeve cistern që kalojnë në Hormuz nga një mesatare prej 60 në ditë deri në 28 shkurt. Në maksimumin 1 ose 2 më pas, sipas të dhënave të monitorimit të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Mes këtyre ka edhe 10 anije që përveç naftës bruto transportojnë pashtu edhe mira fuqi karburanti aviacioni drejt Europës. Aviacioni britanik, ai me numrin më të madh të pasagjerëve në lëvizje në kontinent, aktualisht është më i ekspozuar ndaj krizës energjetike. Nëse furnizimet nga gjiri nuk mund të zëvendësohen, Mbretëria e Bashkuar mund të mbetet pa rezerva vajguri brenda 3 muajsh, pra në qershor, llogarit kompania e specializuar Argus, kjo për shkak të bilanceve tregtare negative, si dhe nivelit të ulët të mbulimit të rezervave. Nuk është në pozitë favorshme as Portugalia, e cila mund të mbetet pa karburant aviacioni në 4 muajt, Hungaria po ashtu mund të përballojë për 5 muaj, Danimarka për 6, ndërsa disi më mirë paraqitet Italia dhe Gjermania me nga 7 muaj rezerva, si edhe Franca dhe Irlanda me 8 muaj. Mbylljet e rafinerive kanë dobësuar ekuilibrin e tregut të karburantit për avionët në të gjithë Europën perëndimore, ndërkohë që kërkesa është rritur. Por cili është skenari? Kompania e specializuar thekson se nuk ka gjasa që konflikti në lindjen e mesme ta çojë një vend europian drejt shtërimit të plot të produkteve të rafinerive të naftës, pasi lufta prek vetëm një pjesë të burimeve të tyre të importit, por rezervat kombëtare mund të bien në nivele të rrezikshme, duke shkaktuar mungesa të lokalizuara, si dhe luhatje më të forta të çmimesh, edhe në rastet kur rezervat e përgjithshme mbeten të disponueshme. Edhe faktorët sezonal do të ndikojnë po ashtu në rënien e rezervave. Zakonisht ato bien në pranverë dhe në vjesht për shkak të mirëmbajtjes së rafinerive dhe rriten në verë kur prodhimi shtohet. Megjithatë edhe importet ndryshojnë sipas sezonit, ndaj çdo ndërprerje e fortë mund të prish këto tendenca normale. Burimet europiane theksojnë se vendime të tilla, si ndalimi i pjesëshëm apo i plot i lëvizjeve ajrore, do të merret vetëm me miratimin politik nga Komisioni Evropian. Më pas do të vijë shpallja e një NOTAM, njoftim për navigim ajror, nga autoritetet përkatëse dhe përcaktimin e datës së fillimit dhe përfundimit të masave. Por për momentin bëhet fjalë vetëm për një skenar teorik në letër. Do të ndalemi te humbja e Flamurtarit, rezultati 1-1, takimi në Vlorë mes Flamurtarit dhe Tiranës, një pikë për të dyja skuadrat, por që mbeten në pozita shumë të vështira në renditje. Flamurtari shkon në 25 pikë, por renditet sërish i fundit.
Flamurtari dhe Tirana ndalen në një barazim 1-1, një rezultat që nuk i vlen asnjëra skuadër, sidomos Flamurtarit që rëndon edhe më shumë pozitat në klasifikim. Ekipi vlonjat mbetet kështu në fundin e renditjes me 25 pikë në një luftë për mbijetesë që bëhet gjithmonë edhe më e vështirë. Takimi u zhvillua me rivalitet, ndërsa ishte Tirana që pa u mbushur 3 minuta lojë kaloi në avantazh. Pjesa e parë dhuroi shumë pak për të dyja skuadrat, me Flamurtarin që vetëm një herë rrezikoi portën në fundin e pjesës së parë. Ndërkohë në 45 minutat e dyta pati më shumë qarkullim topi nga vlonjatët, por vetëm në minutën e 93 erdhi barazimi pas një penalltie të shënuar nga Maksuti. Ndeshja u mbyll në shifrat 1-1 me vlonjatët që mbeten tashmë në një pozicion shumë edhe më të vështirë në renditje. Pas ndeshjes, trajneri i Tiranës Orges Shej dhe ai i Flamurtarit Andi Ribaj dhanë opinionet e tyre për 90 minutat e zhvilluara, duke u shprehur se skuadrat kërkuan fitoren, por në fund duhet të kënaqen me vetëm një pikë. Patjetër nga pozicioni që jemi të dyja skuadrat kërkojnë të merrin maksimumin, ne shkum afër fitores, por futbolli i tillë është duhet ta pranojmë. Mendoni që e meriton Tirana të kalojnë apo një shite rezultati i drejtë? Shikon, futboll sigurisht që ka situata, ndeshje ka shumë ndeshje brenda dhe ka shumë ndryshime, edhe njerëzish edhe në strukturë. Dhe mendoj që thashë edhe pak më parë që ishim afër, aty afër don pak më shumë sakrificë, do më shumë përqendrim. Dhe ajo që ne kishim frikën duke marrë masat për bllokuar qendrën nga krosimet, por edhe për topat e dy që ngelin në zonë, aty u ndeshkuam me penalti. Vazhdimësia do të vazhdojmë të punojmë, jemi akoma në pozicion jo komod, aty ku s'na takon edhe për shkak të fanelës dhe traditës. Do të vazhdojmë përpara dhe të shohim ndeshjen tjetër. Jemi dy ekipe që jemi rival direkt për të qëndruar në kategori, kërkoj fitoria, por si filloi loja, pësuam gol shumë të shpejt dhe ekipi nuk doli në ato detyrat që i kishim caktuar. Në pjesën e dytë ndryshuam, më pëlqeu shumë ekipi në pjesën e dytë, reaguam, shënuam, por duhet të merrnim maksimumin e pikëve. Vështirësohet me të pozita me këtë barazim, sepse rivalet janë 3 dhe 5 pikë. Normalisht po nuk fitove është problem, por javës që vjen presin vorëm, një tjetër rival direkt dhe të bëjmë maksimumin të marrim 3 pikë. Ribaj, çfarë duhet të ndryshojë ekipi për të dalë te fitoria, sepse ndeshja e tretë që na mungon? Shiko, unë e kam thënë edhe më përpara, është një ngërç psikologjik për arsye sepse jemi poshtë në renditje, se po të ishim në një situatë tjetër, do ishte një lojë tjetër. Dhe nga presioni renditjes vjen dhe presioni i rezultatit. Në pyetje, besoni te mbijetesa? Unë besoj shumë tek ta djem. Kam qenë korrik që jam me ta dhe besoj shumë. Flamurtari ndeshjen e radhës do ta luajë sërish në Vlorë, aty ku pret një tjetër kundërshtar direkt si ekipi i Vorës, në një garë kur situata mbetet shumë e vështirë për mbijetesën në kategorinë superiore. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes këtë fundjavë. Kaloni mirë, mirupafshim.